Po i bi trop si me fërkan të folë të shpia. E di që kjo që po foli sot është jashtë logjikave të njerëzve të kësaj kohe. Njerëzve të kësaj kohe. Por që ata po thamë të kësaj kohe, por shkak se kjo është e logjikshme, mirë po në këtë kohë është shumë vështirë me kuptu këtë tim. Moja me në qëta. Thëtë Allahu Azza wa Jall, li kulli ummetin gjallna menseken. Po çdo ummet që kanë para neve, e ka bo Allahu Azza wa Jall ka një ditë të veçantë, si ditë bajramin, si ditë e veçantë kanë e tyne, në të cilën ditë ata e kanë falenderuar Allahun Azza wa Jall që ju ka dhënë Allahu Azza wa Jall en'am. En'am, më në këta, ju thëtë Allahu Azza wa Jall love, deve, dheve dhe dhive. Këtu janë en'am. Por këtu katra, ku me fol tash, deri në bajram me lejen e Allahut Azza wa Jall, sa të na jep Allahu Azza wa Jall leje me fol, por shkak se është jashtëzakonisht me rëndësi. Çto katra, en'am, ju thëtë Allahu Azza wa Jall. Është në sure që ka në surja en'am. Këto katra janë shumë me rëndësi për njerin. Mirë po thash edhe njëherë, logjika e njerëzve në këtë kohë nuk mundet me kuptu pse janë me rëndësi këto. Thëtë Allahu Azza wa Jall, shiu kur bjen që nxjerr bereqetin prej tokës. Thëtë Allahu Azza wa Jall, mata'an lakum wa li an'amikum. Është për juve edhe për en'am të juve. Por neve dhe en'amve, na dhe lop bashk, na dhe vet bashk, për juve dhe për en'am të juve. Pse? Basabar e mërvesh. Thëtë Allahu Azza wa Jall, ameddekum bi en'am. Allah ju ka dhënë juve en'am, këto katra, u e benin. Edhe ju ka dhënë fëmi, e vlad. En'am edhe benin, këto katra, lop, vet, dhit, tevet, edhe fëmi, këto katra. Po tham, logjika jonë këtë kohë nuk e ro këto. Po basabar. Por me ta lehtësu me kuptu pak, janë kurbanat tonë musliman. A nuk janë të veçanta? Janë kurbanat tonë që i bojnë për Allahun Azza wa Jall. A nuk është e veçantë kjo? Kjo është e veçantë. Tash fillova me kuptu. Interesant është kur të kuptojsh komplet temën, e kuptove. Për çdo ummet e ka bo Allahu Azza wa Jall ka një ditë caktuar në të cilën ditë ata kanë falendëruar Allahun Azza wa Jall që ju ka dhënë en'am. E neve s'ka, na s'kem. Ja na s'kem. Neve s'na ka dhënë Allahu Azza wa Jall. Na ka dhënë Allahu Azza wa Jall. Gjithsesi. Por na nuk duhen as me ditë. As na intereson me ditë. E dikush është kjo. Thot Allahu Azza wa Jall për haxhin. Thot me shku në haxh, por me i pa, me i dëshmu mirësitë që na e ka dhënë Allahu Azza wa Jall neve. Edhe me përmend emrin e Allahut Azza wa Jall që na e ka dhënë en'am. As të ku ka krejt për me kanë njëjt, veç me vesh atë haramin edhe më do këtë njëjt, na kena kujtu që veç për më do këtë njëjt është haxhi? Është për me falendëru, me kanë ti dëshmitar i mirësive që ti ka dhënë Allahu Azza wa Jall, edhe me përmend, me madhru emrin e Allahut Azza wa Jall që na ka dhënë en'am. A kur nuk të ka shku menja pse jo me prej kurban mas bajramit, pse te ai tjetri bajram atje me prej kurban, kur s'ka shku menja? Pse me prej kurban na? Pse me prej kurban? Çka është puna e kurbanit? Kurbani është piktyne o musliman, pe en'amve, e tash pyetje. Po pse en'am? Pse këtu kaq më rëndësi? Allah na ruajtë musliman, njerëzit arabët, bosnjakët, turqit, shqiptarët, këtë përgjithësi, që tyne en'amve ju thonë hajwan. Allahu ju thot en'am. Që ky vllau ju, kur Allahu ju thot en'am, ju tham en'am. E nuk i tha me hajwan. Thot Allahu Azza wa Jall, wa ina ad-dara al-akhira, ndash me ditë kuna i thot Allahu hajwan. Thot wa ina ad-dara al-akhira, shtëpia e ahiretit, xheneti, hiya al-hayawan, ajo është e gjallë. Hayawan është e gjallë. Allahu thot për shtëpinë e ahiretit është hayawan, jo en'am. Plus asajna ka shumë për njerëzve që i pështjellin, jo krejt njerëzit. Do më thonë, hayawan i thonë lopës, hayawan i thonë macës, qanit, hayawan. Që është niveli jonë musliman. Këtyne i thëtë Allahu Azza wa Jall en'am, këtyne katra, kurbanat tonë. Pse këto më rëndësi jo musliman? Që pse? Po foli thash si të shpia, që pse këto më rëndësi? Po shkak se lopa, devet, vet, dhit, kanë tamel për neve. Tamli për neve është uj, baraz me uj. Mishi për neve, mishi tyne, për neve, baraz ushqim. Kimet e tyne, baraz për neve, tesha. Lkurat, shtroj, mloj. S'ku këto dhe i voni këna pasja stakat me kimet deleve.
E kujtohet, e kena harru këtë kohë, për që ata po thamë në këtë kohë, nuk në harru, në atër që po do me folti për lopën. Lëkura atyne, për tesha, për shtroj, për mloj, për kolëm, do me thanë, prej këtyne merë gjithë shka. Dikun prej devenit muslimanët, po i theshin lopës shqitore, dyqan, këti gjanë ta, taminin pa, mishin pa, taj që u kanë sofra jona, për këtohet, djath, kas, bok. Shka u kanë sofra që i në rritë. Edhe në diçka, por me kuptu shka e në hamd. Veti atë që janë matë vjetër të shpia, që janë përmi 30, 40. Veti, thuj, a ka pas në familjet tonë, kur ka lind dikush, s'ka pas tamel fëmija. I kanë dhënë tamel dhis, tamel delev, tamel lopës. Elhamdulillah, e këna pas një lopi dhe shmi ka pak tamel, edhe kanë bjetu. Vlau, motra. Më njerëzit e kanë haru këtë kohë, kur t'ju fash është për e në hamd, ju do këtë që me nduri, tash, për me kuptu komplet temën, qka të kënë enamd të kënë baza e ushqimit. Baza e ushqimit ton janë enamd. Tash, kur të bajmë kurban, është sigur kur thojmë, kur të presim një kurban, është sigur kur i thojmë Allahut Azugjel, ushqimin tam, të pimrit tam, të hangrin tam, shtrojen tam, mlojën tam, veshën tam, e pa i kurban për ty. Pse? I kom bë kurban enamd. Enamd janë këtë këto. Po pëse që fillove tash me kuptu pse janë kaq me rëndësi enamd. Pra mendua, thot Allahu Azza wa Jall, ju ka kriju juve, wal an'am. Juve ju ka kriju, wal an'am khalaqaha, edhe enamd. Këto katra i ka kriju Allahu Azza wa Jall. Nëse don hala me kuptu, lexon surën Yasin. E sheh kush janë enamd. Ndash me marr vesh kush janë enamd, lexo në surën Yasin. Për me marr vesh kush janë enamd. Unë nuk po zgjerohena shumë me këtë temë. Vetëm po të kallëzoj që enamd janë kurbanat tonë, e na duhet më mësu me folë për kurbanat tonë. I ka përmenë Allahu Azugjel, ka thënë 8 qifte, ma në menë musliman, në arabisht 8 kur thëtë Allahu Azugjel qifte, na i thëmë 4 qifte. Do më thënë, në arabisht duhet 8 qifte. Në gjuhën tonë i thëmë 4 qifte, do më thënë, në qifti ka 2. Themenjet e zëvajgjë, 8 qifte. Prej lave 2, prej deveve 2, prej delev 2, prej dhive 2. I ka thënë Allahu Azugjel Nuhit alayhi salam, "Wa qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn." I kena thënë thot Allahu Azugjel, i kena thënë Nuhit alayhi salam, "Merri nta nanie prej çdo qiftit ka 2." Do më thënë i bjen min al-baqar ithnayn, prej love 2, prej deve 2, prej dhane 2, prej dhive 2. E qartë? A përshë kush e në hamd? Aje që ka po du tash për fona musliman, po du që ti me njoft kurbanat tonë. E ne të folë për kurbanat tonë, për ato që kena me ba kurban për Allahun Azugjel. Besoj që ke qartë, e lusëm Allahun Azugjel më na falë, e lusëm Allahun Azugjel më na ba për atyne që e njohëm dinin tonë. E falenderojmë Allahun Azugjel për çdo mirësi që na ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala.